Protesta banorëve të Gramzës futet në një fazë të re, është protesta 4, nuk ka reagim nga institucionet, kjo është e turpshme. Ndërkohë banorët e Gramzës kanë vendosur sot me nënshkruajt një peticion drejtuar Bashkisë Krujës, ARRSH-s apo çdo institucioni tjetër që ka vendimare këtu në Shqipëri për punën e rrugëve. Të kërkosh rrugë në vitin 2026 është fatkeqësi kombëtare. Kjo ndodh në Fushkruj, ndodh në Luz, ndodh në Thuman, ndodh në Gram, Suk, Vendas, Bregu Lumit, Derven, gjithë fshatrat e tjera që situata rrugës është në këtë lloj forme. Sa herë kemi ndaj protestë edhe ndaj dorë çakull, por nuk është zgjidhje çakulli, kam thënë edhe herë tjetër. Nëse shihni pas shpinës time se ç'a kemi bllokuar neve tani, se nuk është se kemi qef me bllokuar rrugë, këto janë gjithë kamiona, pra ky i pari dhe gjithë pjesa tjetër janë kamiona, kalojnë mbi 2000 trajlera në ditë me statistikë, dhe të kalosh në këtë rrugë që thyen kockat e njerëzve, jo më balestrat e makinës, imagjinoj se në çfarë situate janë këta banorë. Prandaj është shumë e rëndësishme kërkesa për informacion, në rast se këta nuk do reagojnë, sigurisht që këta banorë do të ndjekin të gjithë hapat institucional për ta denoncuar në prokurori, për ta denoncuar në gjykat dhe pa diskutim që do vazhdohet një betejë shumë e fortë ligjore. Problemi është që Ministria e Infrastrukturës e ka menjen te rruga që është bllokuar në Librazh dhe Mbrenjas. Unë jam dakord që të bëhet ajo, po kjo rruga Gramzës ka minimalisht 10 muaj që është në këtë lloj forme. Ja kështu, siç e shikoni tani. Prandaj atje ke ministria unë e di që kanë frikë me firmos, se i ka hyrë spaku të gjithëve. Problemi është çfarë zgjidhje do jepet atyre banorëve për këtë rrugë. Çfarë zgjidhje do jepet banorëve të Luzit? Do vazhdojnë t'i gënjejnë që do thonë do shtrohet në fund marsit, se doli muhabet që Luzi do ushtronte me 7 shkurt. Jemi në mars tani, jemi me 7 mars, kaloi muaj. Pra, këtu ka i papërgjegjshmëri totale dhe i bëj thirrje institucioneve të vendosin dorë sepse këta banorë nuk do ta lënë protestën e tyre dhe do të vazhdohet bllokohet rruga.